Gjesti e ka thënë shpesh se nuk ka ndjenja për Egli takon, por së fundmi ka bërë disa deklarata të papritura. Ai si fillim i ka thënë banores se dëshiron ta puth, por kjo e fundit e ka refuzuar. Ndërsa më pas i ka thënë asaj se ka dëshirë të bëjnë dashuri brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, asaj të Big Brother VIP 4. Këto deklarata dhe kërkesa nga ana e Gjestit, Egli i ka pritur shumë ashpër. O ignorant, nuk është përgjegjësia ime. Je idiot apo bën vetë. Mos i jep gojës, i është kthyer Egli. Është si nuk është s'po më lë të puth. A do të bëjmë dashni, e kam sinqerisht, i tha më tej Gjesti. Kudo me bë dashni, me këdo me bë dashni ti ik ore budall, ju drejtua Egli.